Tani Në shpite tyre kanë uja të ropë qira. duam që të di Po ku janë drejtuesit e institucioneve? Drejtuesit e institucioneve ku janë shkruajnë me policinë e shtetit. Era ata e Tirana që ka bezulluar Belina Ballukur nga detyra dhe i kanë prishur punë Shqipërinë. Tani Belina është pjesë e tyre. Të respektojnë duam drejtuesit e institucioneve, jo ju. Të na thos ku të na vijuar. Ka nuk bëhet fjalë për protest, bëhet fjalë për necesitet, nevojë emergjente, uji është nevojë emergjente, nuk është protest. Është jetike, o vlla. Ja dini për jashtë. Na shpjegoj, 8% kamara, 8%. 8% kamara. 8% nuk kompletare. 8% do japë, 8%. Themi 100%. Jetë të pami që ne jemi duke përcjellë në këto çaste, pothuajse është një situatë me atë të ditës së djeshme, shumë të indignuar dhe të tensionuar qytetarët për mungesën e ujit të pishëm. Do të lidhemi një herë në këtë moment me kolegun Gentian Kollçiu, i cili gjithashtu është duke ndjekur nga afër këtë protestë. Genti, të përshëndes. Ju përshëndes, atëherë siç ishte ka protesta e djeshme organizuar pranë teatrit Petro Marko, ku protestuesit u futën brenda sallës duke anulluar dhe mbrëmje kalamit sot. Në protestë tjetër në orën 10, qytetarët janë organizuar para bashkisë së qytetit të Florës, të cilët kërkojnë një takim me kryetarin e bashkisë dhe duan të futen brenda dyreve të institucionit, por forca të shumta të policisë, të cilët kanë marrë masa duke bllokuar erën kryesore. Kush? Demi telefon bitu. 8% e kanë votuar. Ty është populli. Populli e voj për të. Kemi një njoftim Ta nuk janë, e di që nuk janë brenda ballit. Ta nuk janë brenda bashkisë, ta janë të dehur në festat. Dhe nuk ka dalë akoma pia. Dhe janë Do vinë bash. të spaku për Allah. Ja, ky tolla. një njoftim qytetar se kur do vi uji pishëm. Ju lutem. Ja si shikojnë, sa vemi të mërë të regjime. E di që atë duhet ndodhi këtu për gjitha media. Tu ka një problem akoma edhe më të madh. Tu rrezikojmë që të kalojmë në epidemi. Të gjitha institucionet shtetërore duhet marrin masa. Si kolera. Prefekti qarku duhet të mbledhë shtabin e emergjencave për të parë situatën se të realisht jemi duke shkuar drejt një epidemie. Prefekti qarku duhet të mbledhë si nga kuara të ministrit të mbledhë institucionet për të parë. Janë të gjitha shërbimet publike. Qoftë furat e bukës, qoftë baret, restorantet që marrin ujë me bote të pakontrolluar dhe kjo do t'jelli pasoja për qytetin e rrugë. Janë festat në kanarë të fëmijët në lashtë dhe Si kolera. Dhe ka dhe një që tjetër shtati direktur, qarku i Florës ka 12 deputet, nuk ka asnjë deputet me qytetarët ka marrë vota, qoftë të majtë, qoftë të djathtë. Nuk ka asnjë deputet që të viti dali për sot kësaj situate. Të gjithë ose janë aty.
Ja weekend am brapa, ja weekend am brapa, ja. Ginti, nuk e di nëse mund na japësh pak detaje në lidhje me atë se çfarë po ndodh, pra po tentoj që të futen në ambientet e brendshme, çfarë është duke u folur mes policisë dhe qytetarëve. Pra,